dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Rikthimi i kompensimit të TVSH-s në bujqësi krijon konfuzion tek fermerët se si do të funksionojë skema. Eduard Sharka, ish kryetari i Partisë Demokratike Degalushnjë, thotë se forma ligjore e zgjedhur është e gabuar. Paketa e re fiskale që do të sjellë ndryshime në ligjin për TVSH-n ka nisur të konfuzojë fermerët lidhur me mënyrën e zbatimit. Fermerët me NIPT po e kuptojnë gabim funksionin e skemës, duke pretenduar se kompensimi do të jetë sa 10% e vlerës së autofaturave të lëshuara nga përpunuesit. Por ky pretendim i fermerëve nuk është i saktë, pasi autofaturat që do të dorëzohen në administratën tatimore synojnë vetëm të dokumentojnë formalizimin e shitjeve mes fermerit dhe grumbulluesit. Pas dokumentit të formalizimit të shitjeve, me skemën e re, fermeri do të marrë mbrapsht 10% të TVSH-s, që ka paguar kur ka bler plera kimik, farat, pesticidet dhe fidanët. Për të përfituar, fermeri duhet të dorëzojë kërkesën pranë administratës tatimore së bashku me autofaturat e lëshuara nga përpunuesi, grumbulluesi apo një agroturizëm i certifikuar që tregojnë NIPT-in e tij dhe numrin e llogarisë bankare. Zoti Eduard Sharka, kontabël i miratuar në një postim në Facebook, shkruan se kjo është një masë e mirëpritur për fermerët, por forma ligjore e zgjedhur është e gabuar. Kompensimi 10% duhet të ishte shpallur si subvencion direkt i lidhur me faturat tatimore të shitjes, pikërisht siç fermerët e kanë kërkuar prej vitesh. Një masë e tillë, vazhdon Sharka, duhet miratuar me vendim qeverie, jo duke e vendosur brenda ligjit të TVSH-s, i cili është një ligj teknik që funksionon vetëm nëse ruan neutralitetin dhe proporcionalitetin. Futja e subvencionit në ligjin e TVSH-s krijon konfuzion, deformime dhe trajtime të barabarta, thot ai. Kërkesa për kompensim do të dërgohet në rrugë postare ose në rrugë elektronike 2 herë në vit, brenda datës 31 dhjetor për furnizimet e kryera gjatë periudhës janar-qershor të vitit përkatës dhe brenda datës 30 qershor për furnizimet e kryera gjatë periudhës korrik-dhjetor të vitit paraardhës. Rreshjet e dëndura rrisin sërish nivelin e Vjosës. Në 21 banesa ka prezencë ujë. Banorët nuk pranojnë të evakuohen, ndërsa situata mbetet e paqëndrueshme. Prurjet e larta të lumit Vjos gjatë natës kanë shtuar prezencën e ujit në 21 banesa në fshatin Ferras të Bashkisë Fier. Banorët tregojnë dome të pësuara në sipërfaqe të konsiderueshme, të kultivuara kryesisht me ullinj, shpesh të rrëmbyer nga vëshimi i lumit, por edhe dome në bazën ushqimore të bagëtive. Të friksuar nga dalja e shtratit të lumit, banorët kanë marrë masat e nevojshme, ndërsa nuk janë përgjigjur thirrjes për evakuim nga autoritetet përkatëse, të cilat kanë monitoruar situatën në terren përgjatë gjithë natës. Erdhëm prapa të ushtrisë, ne do vish, haj do të majmë ne thashë se le. Ore të keqja na le të mytë që do jetën, unë tash më kërkoni mo jetë me. Jo, nuk të lë njëri të vetë britesh apo të mbytesh. Pra ju bën thirrje edhe për evakuim apo jo? Po bëjmë 3-4 ditë. Ky ma fal Zoti. Për këtu brenda. Shumë jemi të friksuar se kemi mallë, kemi. Ju kanë bërë thirrje për evakuim? Na kanë bërë. Na kanë bërë ata të bashkisë. Kanë gjithë natën brenda dhe sot, gjithë ditën. Ju gjithë natën keni qenë në alert apo jo? Në alarm. Po të ishem ata në kanalit, më vinte ujtë komplet, më mbysë të kanali. Kurse sot, jam mirë, nuk ka ati. Edhe djali ka bërë mbushje këto. Edhe nuk e zurim për mbytja. Ndërkohë, shohim që toka bujqësore është nën ujë. Po, 6 lym i kam hasull poshtë, i ka përmbytur ujtë. Edhe 2 lym jonç, edhe ullinjtë këtu, janë të përmbytura. Sipas kryeplakut të fshatit Ferras Zani Hyka, 19 prej këtyre banesave janë të banueshme, por ndodhen brenda argjinaturës së lumit dhe prezenca e ujit është e pashmangshme. Gjendja deri në këto momente që po flasim është alarmante, por jo në pikat kritike të përmbytjes. Ka prezent ujit për rreth familjeve që janë në buzën e lumit, por për banesa tani për tani nuk ka rrezik të madh për përmbytje të familjeve. Sa prej këtyre banesave janë të banuara dhe sa të pabanuara? Të banuara janë rreth 19 banesa që banojnë njerëz dhe 5 apo 6 banesa të tjera që janë emigrantë që janë të pabanueshme. Të banueshme janë të mbyllura, janë shtëpi të mbyllura. Pavarësisht se nuk është futur ujë brenda në banesa, apo është bërë thirrje këtyre banorëve që të evakuohen? Thirrje është bërë që para 24 orësh pa ardhur, pa dalumi, është bërë thirrje
në çdo person të fshatit, si jashtë territorit që zë lumi dhe brenda territorit që nuk zë lumi, domethënë përfshihet përmbytja. Pavarësisht se lumi Vjosa ka filluar rënien e nivelit të shtratit, sërish banorët ndihen në alarm dhe të friksuar për përkeqësim të mëtejshëm të situatës, duke patur parasysh edhe eksperiencën e viteve të kaluara. Lumi Vjos nuk ka dalë nga shtrati prej disa vitesh, ndaj kjo situatë i ka gjetur tërësisht të papërgatitur banorët e zonës, të cilët e mendonin problematik tërësisht të kaluar. Në Tiranë u mbajt sot samiti plani i rritjes Rruga Jon në BE, ku kryeministri Edi Rama priti liderët e Ballkanit Perëndimor, të pranishëm ishin edhe Marta Kos dhe përfaqësues të Këshillit Evropian. Samiti Growth Plan Our Pathway to Europe, ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos diskutuan për planin e rritjes, integrimin ekonomik dhe transformimin e rajonit drejt tregut të Bashkimit Evropian, u zhvillua sot në Tiranë. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën hapse në samit, ku theksoi se plani i ri i rritjes për Ballkanin Perëndimor nuk është thjesht një itinerar drejt Brukselit, por një udhërrëfyes drejt lirive dhe mundësive të tregut evropian. Rama u ndal tek dështimet e së kaluarës për bashkëpunimin rajonal, duke theksuar se rajoni ka humbur shumë mundësi teksa ka mbetur peng i konflikteve të vjetra. Më mirëvon se kur mund thot dikush, sidomos pas gjitha atyre shanseve, kur trenat e bashkëpunimit rajonal u nisën dhe ne mbetëm në platformë, duke luftuar me mosmarrëveshje të vjetra në vend që të blinim një bilet drejt së ardhmes. Po mblini ta them ndryshe, duke perifrazuar Jean Monnet, në një mënyrë që i përshtatet përsosmërisht frymës së planit tonë të rritjes. Europa nuk është ndërtuar duke ndënjur në pritje. Europa është ndërtuar duke vepruar dhe nuk jemi këtu sot për të shtyrë punën sot e për të pritur kohë tjetër, por të ndërtojmë së bashku atë çfarë na takon të ndërtojmë sot. Deklaratat e pohimet kanë vlerë vetëm kur prekin jetët reale, vlejnë kur shkurtojnë distancën midis gjuhës politike dhe jetës përditshme. Njerëzit nuk e ndjejnë integrimin. Ata ndjejnë kostot më të ulura, një udhëtim më të lehtë, kufi më të shpejt, punë më të mira, lirinë e lëvizjes. Kështu që sot, më lejoni që të rendis disa fakte konkrete, duken si 7 dyer për të çelur midis Ballkanit Perëndimor dhe Europës. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos tha se Evropa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ajo foli për një fazë të re bashkëpunimi dhe angazhimi të ndërsjellë. Komisionerja paralajmëroi se po afron një afat shumë i rëndësishëm qershori, kur përfundon periudha një vjeçare e vlerësimit për reformat e pambyllura. Nëse vendet e rajonit nuk përmbushin detyrimet, rrezikohet humbja e 300 milion eurove të destinuara për to. Pak pasi kemi publikuar paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, e cila ka sjellë një dinamik të re në procesin e zgjerimit. Dhe tashmë kjo është një çështje me të cilën ne po punojmë dhe mbi rezultatet të cilave ne po punojmë, dhe gjithnjë e më shumë kjo çështje ka të bëjë me sigurinë dhe Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Ky është një gabim që ne kemi bërë në të shkuarën dhe duhet ta korrigjojmë e ta rregullojmë këtë punë. Dhe prandaj jam shumë e kënaqur që këto takime që ne po bëjmë për planin e rritjes po hapin gjithnjë më shumë dyer dhe ju përmendët 7 prej tyre. Faleminderit për këtë dhe shumë dyer të tjera do të hapen. Deklarata e kryeministrit Edi Rama sot në samit që do të çojë në gjykatën kushtetuese çështjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku ndodhi. Kryeministria e çon çështjen në kushtetuese. Kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos foli për pezullimin nga detyrat e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Rama tha se do t'i kërkojë gjykatës kushtetuese shqyrtimin e vendimit të SPAK për pezullimin nga detyrat të Ballukut. Rama e konsideroi vendimin e gjykatës speciale një akt brutal dhe ndërhyrje në punët e ekzekutivit. Pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministri, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht
as tyre doftësive që përmenda më lartë, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike që përmenda po ashtu më lartë. Ky është një rast unikal në historinë e Europës dhe po ashtu edhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit evropian të vendeve të ish-lindjes komuniste, ku s'ka ndodhur kurrë që një prokuror dhe një gjykatës të mblidhen kokë në kokë dhe të pezullojnë nga detyra një antar i qeveria. Por, dhe ky është një por shumë i madh, nëse një prokuror special dhe një gjykatës special i shkallës parë të speciales këtu në Shqipëri kanë vendosur të pezullojnë një ministër cënimi drejt për drejt i pavarësisë dhe i funksionimit të një pushteti tjetër të pavarur, siç është ekzekutivi, duke marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit, prej nga buron mandati i qeverisë dhe i çdo ministri, zgjedhja jonë në raport me këtë fakt është strategjikja si gjithmonë për ta ruajtur dhe për ta mbështetur pavarësinë e gjyqësorit si parakusht, edhe në këtë rast ekstrem. E thënë drejt për drejt, ne nuk mund t'i përgjigjemi një arbitrariteti të këtyre përmasave me asnjë lloj arbitrariteti. Dhe as do të angazhohemi larg qoftë në një betejë politike, retorike me drejtësinë. Por do vazhdojmë me durimin ton strategjik. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Më pas, Këshilli i Ministrave dorëzoi një kërkesë në gjykatën kushtetuese, ku kërkon shpalljen si antikushtetuese të vendimit të gjykatës së posaçme, që caktoi 2 masa ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. SPAK reagon për pezullimin nga detyrat të kryeministres Belinda Balluku, duke sqaruar shkeljet, paracaktoi fituesit e tenderave. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me kërkesën e SPAK pezulloi nga posti i zëvendës kryeministre në Shqipërisë, Belinda Balluku, dhe i ndalon asaj daljen jashtë vendit. Vendimi i martë të mërkurën lidhet me procedurat e tenderimit për tunelin e Llogaras dhe për lotin e 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar reagoi zyrtarisht dhe konfirmoi 2 masat e sigurimit që vendosi gjykata e posaçme ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. SPAK sqaron shkeljet e zëvendës kryeministres në procedurat e prokurimit të tunelit të Llogaras. Në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi i tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum Himar, të zhvilluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë deri në këtë fazë të hetimeve, janë evidentuar veprime të kundralishme të pandehurës Belinda Balluku. E pandehura Balluku në bashkëpunim me antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të pandehurit Evis Berberi, Gentian Gjyli, Eral Delezi, Jetmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica kanë paracaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për Bashkimin e Operatorëve Ekonomik fitues. Gjithashtu, sipas hetimeve të SPAK, janë zbuluar shkelje nga zëvendës kryeministrja në procedurat e tenderimit dhe në projektin e Unazës së Jashtme të Tiranës. Sa i takon procedurës së prokurimit me objekt ndërtimi i Unazës së Jashtme të Tiranës, loti 4, ka rezultuar se e pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurin Evis Berberi, antarët e njësisë së prokurimit dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave kanë paracaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi, krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e disa operatorëve ekonomik.
Prokuroria e posaçme sqaron se në të dyja rastet janë evidentuar veprime në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik, për miratimin e rregullave të prokurimit publik dhe ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksionave publike, i ndryshuar. Sekuestrohen nga Prokuroria e Fierit 15 pasuri të 2 vëllezërve në Fier të dënuar në Angli për prodhim të lëndëve narkotike. Prokuroria e Fierit ka sekuestruar 15 pasuri të luajtshme dhe të palojtshme të dy shtetasve NB dhe EB vëllezër, pasi nuk justifikonin pasuritë e tyre të krijuara ndër vite. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier sekuestroi 15 pasuri të luajtshme dhe të palojtshme të shtetasve NB dhe familjarëve të tij, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Në kuadër të hetimeve të vitit 2019 të regjistruara mbi bazën e referimit të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, ku kishte dyshime se shtetasi NB nëpërmjet familjarëve të tij ishte përfshirë në veprimtarinë e pastrimit të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, u konstatua se vlerat monetare të përfituara nga aktiviteti kriminal ishin investuar në blerje të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, të cilat përdoren si mjet për pastrimin e produkteve të veprimtarisë kriminale. Prokuroria mbështetur në fakte dhe të dhënat e marra, vlerësoi të kryej verifikime të thelluara mbi pasuri dhe asetet në pronësi të subjektit të dyshuar dhe pas administrimit të provave të nevojshme, regjistroi kryesisht procedimin pasuror numër 2 datë 13/11/2025. Nga hetimet u dokumentua fakti se shtetasi NB në datë 19/6/2017 është dënuar nga gjykata e kurorës së Shrewsbury në Angli për prodhim të lëndëve narkotike. Po ashtu edhe shtetasi EB vëllezër në datë 19/4/2024 është dënuar nga gjykata e kurorës së Leeds për të njëjtën vepër. Nga veprimet e deritanishme rezulton se në pronësi të shtetasve NB dhe EB dhe familjarëve të tyre janë pasuri të paluajtshme apo llogari bankare, të cilat nuk justifikohen me të ardhurat dhe këta dy shtetas nuk dokumentojnë origjinën dhe mundësinë ekonomike për fitimin e këtyre pasurive. Mbështetur në këto të dhëna me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier dhe me miratimin e gjykatës Fier, u vendos sekuestro mbi pasuritë si apartamente, garazhe, sipërfaqe toke në Tiranë dhe Kavaj dhe llogari bankare me shuma të konsiderueshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.